أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك يا رب العالمين ثم أما بعد Falëndërimet dhe lavdratat i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, i cili na begatojnë me të mirët e tij, salatat, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. E shtata në radhitje prej moralit me të cilën duhet të zbukurohet çdo dietar në veçanti dhe çdo musliman përgjithësi, është an yuhafidha ala al-qiyam bi sha'air al-islam wa dhahirihi al-ahkam. Një çështje shumë e rëndësishme. Thot hoxha, morali i shtatë që e ka cekë në këtë libër, me të cilën duhet të zbukurohet çdo dietar në veçanti, thamë se me edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duhet të zbukurohet çdo besimtar, çdo musliman. Mirë po, dietarët janë më përparësor. Dietarët janë më përparësor që të jenë të zbukuruar me këtë moral të mirë. E prej moralit të mirë me të cilën duhet të zbukurohet patjetër çdo dietar, çdo hoxh, çdo talebe, çdo besimtar, është që të jetë i kujdesshëm në realizimin e simboleve islame. Si për shembull, ka iqameti salawati fi masajidil jamaat. Si për shembull, falja e namazit në xhami. Wa ifsha'u s-salami lil khawasi wal awami. Maliman, këto janë edukata, terbije. Falja e namazit është dispozitë sheriatike. Dhe falja e namazit me xhamat është dispozitë sheriatike. Mi po gjitha këto janë morali besimtarit. Me dalë me fal namazin me xhamat. Thot përhapja e selamit, me i dhënë selam njerëzve të veçantë, hoxhallar, dietar, talebe, kujt çka janë më të veçantë, edhe popullatës së thjeshtë, mos me bë dallim, me i dhënë selam të gjithëve. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, urdhrin të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Urdhrin të mirë, ndalimi nga e keqja. Wa sabri ala al-adha bisabi dhalika. Edhe me bë sabër gjatë urdhrit të mirë dhe ndalimit nga e keqja. Sadi'an bil haqqi inda as-salatini, duke e shfaq haptazi të vërtetën përpara pushtetarëve. Badhilan nafsuhu lillahi la yakhafu fihi lawmata la'im, duke e dhënë veten e tij, duke e shit veten e tij fi sabilillah, dhe duke mos ju friksu kritikës së kritikuesve. Dhakiran qawluhu ta'ala, duke e përkujtu fjalën e Allahut, wasbir ala ma asabak, kur Allahu i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wasbir ala ma asabak, ban durim, ban sabër karshi asaj që të ka godit. Inna dhalika min azmi al-umur, për shkak se kjo çështje është prej çështjeve shumë të rëndësishme që s'duhet të braktisën. Pra ky është morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe duhet të jetë morali i çdo besimtari, veçanti i hoxhallarëve dhe dietarëve. Namazi me xhamat. Allahu përmirësoj gjendjen tonë. Namazi me xhamat. Si dispozitë sheriatike ka polemik të dietarët. Në qoftë se ke mundësi, nëse një ezanin dhe ke mundësi me dal me fal xhami, edhe nuk dal me fal xhami, atë pranohet, a nuk pranohet e shtëpia. Vetëm kjo polemika të dietarët, pa e kshir hiç se cila është më e sakta, vetëm kjo polemika të dietarët na bën neve me kuptuar rëndësinë e namazit me xhamat. Na bën neve me kuptuar rëndësinë e namazit me xhamat. Prej haditheve kërcënuese nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që e praktisin namazin me xhamat, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sami'a an-nidaa falam yujib fala salata lahu illa min udhrin."
kush e ndëgjon ezanin dhe nuk i përgjigjet, ai s'ka namaz, pos me arsye. Ka ditë shkërcënues. Për ata që nuk e falin namazin me xhamat, duke pas mundësi me dal me e falin. Sa është vlera, si është vlera e namazit me xhamat, ka që namazit që falet në shtëpi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se vlera e namazit në xhami me xhamat, ka që namazit vet është 27 gradë, më shumë ai që e fal namazin me xhamat. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që flet për vlerën e namazit me xhamat, ai që pastrohet në shtëpinë e tij, pastaj niset për një shtëpi prej shtëpive të Allahut për ta plotësuar një obligim prej obligimeve të Allahut, kanat khutuwatuhu, hapat që ai i ban, një hap që e ban është pastrim i një gjunohit, hapin tjetër që e ban është ngritje gradave të Allahu subhanahu wa taala. Ngritje e gradave të Allah. Me një hap pastrojnë gjunohat, me një hap ngritet besimtari në grada te Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e fal namazin e yatsis me xhamat është sikur me fal gjysmën e namazit natës. Gjendja e tij është sikur me pas fal gjysmën e namazit natës. Kush e fal namazin e sabahit me xhamat është sikur me pas fal krejt natën namaz natë. Krejt natën namaz natë. Këto hadithe flasin për vlerën e namazit me xhamat, sa që ka thënë Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ti mund të shifje në gjendjen tonë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk e braktiste namazin me xhamat pos një munafik me një fakt të njohur. Allah na rujt. Pos një munafik me një fakt të njohur. Pra kjo është vlerë e madhe me një anë për ata që e falin namazin me xhamat dhe kërcim i madh për ata që nuk e falin namazin me xhamat. Për cilësisë tjetër, moralit të mirë të besimtarit, çka është? Ifsha'us salam, me dhënë selam, me përhap selamin. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadihi", pasha atë në dorën e të cilit është shpirti jam, pasha Allahu, "La tadkhulul jannata hatta tahabbu hatta tu'minu", s'keni mu fut në xhennet derisa të besoni. "Wala tu'minu hatta tahabbu", nuk keni besu derisa duheni nërmes vete. A doni me ju tregu diçka që në qoftë se e veproni kam i ushtu dashuria mes juve. Afshu selam bejnekum, përhapeni selamin mesin juaj. Përhapeni selamin mesin tuaj. Sa që ka ardhur në hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në gjofsin duke ecë rrugës dhe ju pengon një drum, një pengesë dhe do një rrugë kur takoni, jepni apet selam. Jepni apet selam. Për shkak se selami është një prej shkaqeve me të cilat besimtari e fiton xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. E fiton xhennetin e Allahut, e fiton mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami afdalu", cili islam është më i miri? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rifhu". Islami më i mirë është islami i atij i cili i ushqen nevojtarët dhe e përhap selamin, pra jep selam atij që e njeh dhe atij që s'e njeh. Njofte, nuk njofte, kanë shë prej rrugës, prej muslimanëve, jepi selam, se kjo e prej alameteve të islamit të mirë, të cilën ti e ke. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin", nuk i lejohet muslimanit ta braktis, ta bojkoton vëllain e tij musliman më shumë se 3 net. "Yaltaqiyani fa ya'ridu hadha wa ya'ridu hadha", takohen në udh, njëri e kthen kryer me një anë, tjetri e kthen kryer me një anë. "Wa khayruhuma", më i miri për këtyre dyve është ai i cili fillon i pari me selam. Kjo është cilësi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith që lexojmë, këto hadithe që i lexojmë, këto ajete që i lexojmë,
Pejgamberi sallallahu i ka pas të vetja e tij. Sahabët i kanë pa te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi sallallahu i ka fal namazin me xhamat. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përhap selamin, e ka njoft se ka njoft që ka dhënë selam njerëzve. Ja është ajo besimtar, normal. I do të fol për musliman. Ka njoft i madh i vogël, i ka dhënë selam, e ka përhap selamin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash neve na ndodh ndonjëherë që mu taku me dikan prej muslimanëve dhe ai me qenë neglizhent në selam. Ose ti me i dhon selam dhe ai me qenë neglizhent ndaj teje në kthimin e selamit. Kjo neve nuk duhet më na bë që na mundol prej këtij moralit të mirë. Se na duhet të trajtojmë njerëzit sipas moralit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jo sipas çefeve tona. Unë i dhash selam, s'ma kthej selamin, si jap në selam. Unë i fol, ai s'm foli, unë e këshyr, ai s'm këshyri, se këshyri ma. Na duhet të veprua sipas moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej moralit të mirë me cilën duhet të zbukurohet besimtari është al-amru bil ma'ruf wal nahyu anil munkar. Normal, urdhën të mirë, ndalimi nga keqja. Kjo prej cilësive më të mëdhaja me të cilën e ka dallu Allahu këtë ummet prej ummeteve tjera. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jeri populli, ummeti më i mirë që nxjerr për njerëzit, për shkak se urdhënin të mirë, ndalin nga e keqja dhe besonin në Allahun subhanahu wa taala. Urdhën të mirë, ndalimi nga e keqja, tërheqja e vërejtjes, ndalesa e dikujt tjetër për ndonjë gabimi apo mëkatin, krejt kjo duhet të bëhet në suazat të ajeteve dhe haditheve dhe shpjegimit të dietarëve për ajetet dhe hadithe. Jo në kryen vetë. Mua më menja kështu. Edhe kjo nuk bën edhe me nal dikan. Jo. Kur të urdhojmë të mirë, kur ndalojmë nga e keqja, duhet me pas me veti një bagazh të diturisë. Ka mundësi me qenë ignorant për shumë kaptina, mirë po me një kaptin, prej kaptinëve të diturisë islame, ke dituri, ke ajete, ke hadithe, ke shpjegim. E din meselën, në çat mesele mundesh më urdhën të mirë, mundesh me ndalu nga e keqja. Mirë po në kaptina tjera jo, nëse nuk ke dituri. Pra duhet më bazue urdhën të mirë, ndalimi nga e keqja në dituri, jo me bëhen sipas epshit, e kjo në ndodh shumë shpesh me pa tek njerëzit. Prej vlerës se urdhën të mirë, ndalimi nga e keqja është se urdhën të mirë, ndalimi nga e keqja ka qenë puna e pejgamberëve. Pejgamberët janë njerëz më të mirë dhe janë ngarkuar me punën më të mirë. Me transmetimin e shpalljes së Allahu subhanahu wa taala tek njerëzit. Se urdhën të mirë dhe ndalimi nga e keqja është prej cilësive të besimtarëve. Prej cilësive të besimtarëve. Besimtari kur ka dituri për një çështje prej çështjeve, reagon ose për me urdhrue, reagon ose për me ndalue nga ndonjë e keqja ndonjë prej njerëzve. Pse? Për shkak xhelozisë që ka për fenë e Allahut subhanahu wa taala. Urdhën të mirë ndalimi nga e keqja është prej shkaqeve të temkinit, pushtetit që Allahu ja besimtarëve. Për shkak asaj që urdhën të mirë ndalojnë nga e keqja, është prej shkaqeve që e pastron besimtarin prej gjunave. Është prej shkaqeve të ndihmës Allahut subhanahu wa taala. Rreziku, nëse kena mundësi me urdhën të mirë, me ndalu nga e keqja, kemi dituri, kemi mundësi dhe nuk e bëjmë, rreziku është se ndodh shkatrimi. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Është shpërnda fesadi, çrregullimi në përfshatra dhe qytete për shkak asaj që kanë vepruar duart e njerëzve. Kur ka vepruar njerëzit keq, dhe s'ka pas kush me urdhën të mirë, me ndalu nga e keqja, është për hap fesadi dhe çrregullimi në tokën e Allahut subhanahu wa taala. Prej rrezikeve tjera është, a kjo është ndoshta më rrezikshme, është se nuk pranohet duaja. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose keni urdhën të mirë dhe keni ndaluar nga e keqja, ose ka marrë një moment ku ju keni lutur Allahun, Allahu s'ju përgjigjet. Allahu nuk ju përgjigjet. Prej rrezikeve tjera është se zbukurohet mëkati. Kur nuk ka kush me fol për një të keqe, me ndal nga e keqja,
dhe me urdhën të mirë, me kalimin e kohës, mëkati zbukurohet dhe bëhet e mirë tek njerëzit. Kur nuk ka kush me fol për bidatin, se është e keqe, me kalimin e kohës zbukurohet bidati dhe njerëzit e mendojnë si të mirë. Kur nuk ka kush me fol dhe kur nuk flet dikush për kufrin dhe shirkun e madh që i bota Allahu subhanahu wa taala, edhe i vogël, me kalimin e kohës ajo zbukurohet dhe njerëzit veprojnë duke menduar që janë duke bë mirë. Përhapja e ignorancës dhe për rreziqeve tjera shumë të rënda është husulu rrajni fil qalb. Rrajn ndryshku në zemër. Çka do të thonë kjo ndryshku në zemër? Kanë thënë dietarët edh-dhanbu ba'da dhanb. Gjunoi mos gjunojt. Kur nuk ka urdhim të mirë, ndalim nga e keqja, vjen njeriu me një situatë ku bën gjunoj një mas një. Pas çdo mëkati vjen një mëkat tjetër, pas çdo mëkati një mëkat tjetër dhe kështu shkatrohet njeriu. Allahu na rujt. Was-sabru 'ala al-adha fihi. Me bo sabër. Pse me bo sabër? Për shkak se kur njeriu urdhon të mirë, ndalon nga e keqja, vin kritikat më njëherë. Vin kritikat më njëherë, mas pakti ka kritika. Pastaj ka akuza, pastaj ka grada të ndryshme të luftës e cila i bën të vërtetës prej anës së njerëzve të zakotës. Dhe tha hoxha këtu, sadi'an bil haqqi inda salatin. Me e thonë të vërtetën para pushtetarëve. Për dietarë, këtu është fol tash kjo specifike për dietarë dhe për xhallarët. Me e fol të vërtetën para pushtetarëve. Për shkak se atëherë kur kanë me hesht xhallarët prej të vërtetës dhe pushtetarë kanë me plasu të keqën, njerëzit kur kanë mësuar të vërtetën? Qysh kanë me kuptuar të vërtetën? Mirë po, nëse ndodh që xhallarët me fol të vërtetën kaq pushtetarëve, atëherë duhet të përgatitet për sabër. Pse? Se ka marrë kundërshtimi prej anës së pushtetarëve, për shkak se kjo është sunnet i pandryshuar i Allahut në tokë. Wa ma kana sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghayruhu min al-anbiya alayhi min as-sabr ala al-adha. E kretë këta duke u bazuar në atë që ka qenë pejgamberi sa stem prej gjendjes dhe pejgamber tjerë në sabër kur kanë pas probleme prej armiqve të fesë Allahu subhanahu wa taala. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi taala, edhe të gjendjes që ata kanë duru dhe kanë mbajtur mbi supet e tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa taala derisa përfundimi ishte për ta. Wa kadhalika al-qiyam bi idhhari sunnah. Po ashtu është obligim për besimtarët në përgjithësi dhe me dituri dhe dietarët veçanti që të shfaqin sunetet, ta shfaqin haptazi sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ta fikin bidatin dhe ta mposhtin bidatin e cila është përhap në fenë e Allahut subhanahu wa taala. والقيام لله في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المطبوع. Dhe paraqitja dhe zbatimi i fesë Allahu subhanahu wa taala në çështjet e fesë në atë e cila është në dobi të muslimanëve në rrugën legjitime, sipas rrugës legjitime dhe e pranuar te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Kjo është shumë citat i rëndësishëm për zamanin tonë, se shumë njerëz mundohen dhe veprojnë me veprime nga më të ndryshmet për të mirën e muslimanëve, mirë po rruga është e gabueshme. Mirë po rruga është e gabueshme. Sikur shembulli e atyre të cilët dojnë zbatimin e shariatit nëpërmjet demokracisë. Ndihmimin e muslimanëve nëpërmjet sistemit jo islam. Nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi nëpërmjet papastërtisë na të pastrohemi. Nuk ka mundësi me papastërti na të marrim abdes. S'ka mundësi na me papastërti të marrim gusull, sa ajo është e papastër në veten e tij dhe ngjerët e papastër. Kështu njëjtë edhe në çështjet e fesë Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mundësi të veprojmë diçka për të mirën e muslimanëve, ama rrugat e gabueshme. Duhet me punu për të mirën e muslimanëve sipas rrugës legjitime të pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, së fundit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala yarda, dhe besimtari në përgjithësi, hoxhallarët në veçanti nuk duhen të jenë të kënaqur me veprat e jashtme apo të brendshme, me ato veprat që janë të lejuara vetëm, po duhet të zgjedhin më të mirat. Pra nuk duhet me fol, nuk duhet me veprue, nuk duhet me shfrytzuar këtë donjë diçka
mu mjaftu vetëm ato, po e lejume kjo shka ka lidhe. Çka ka dert, kjo është e lejume. Jo. Besimtari duhet me synu me zgjedh më të mirën. Besimtari duhet me synu me zgjedh më të mirën prej veprave dhe fjalëve të cilat i shfrytëzon në këtë dunja. Moral tjetër që ka cek hoxha këtu e shtata me radh an yuhafidha ala al-mandubat al-mashru'iyya al-shar'iyya al-qawliyati wal-fi'liyati. Tjeti kujdesshëm në realizimin e veprave vullnetare, legjitime, sheriatike, qofshin ato me fjalë, qofshin ato me vepra, sikur vazhdimëria në leximin e Kur'anit, në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, vazhdimëria në veprimin e dhikreve gjatë ditës dhe natës që ka ndalë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprimi i namazeve nafile, umres nafile, haxhit nafile, jashtë obligimit që na ka obliguar Allahu subhanahu wa taala, salavatëm i çu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shumë me paraqit madhnimin e tina, dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edukatën kur përmendet emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra me çu salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kana Malikun rahimahullahu taala, Imam Maliku rahimahullahu taala, kur është përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju ka ndryshuar ngjyra e fytyrës edhe është laku, ka shku pak se me një prej madhnimit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur është përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shku ngjyra e fytyrës. E ka ndryshuar ngjyrën e fytyrës për shkak respektit ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ja'far ibn Muhammad, Ja'far ibn Muhammedit, kur është përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, isfarra launuhu, u ka zverdh. U ka zverdh për shkak dashurisë dhe madhnisë që ka pas për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu duhet që gjatë leximit të Kur'anit të meditojmë në fjalët, në mesazhet që na jep neve Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Duhet që besimtari ta ketë një kuotë ditore të vazhdueshme të leximit të Kur'anit. Një faqe, dy faqe, 5 faqe, një xhuz, 2 xhuza, me ja bo vetës obligim për ditë një kohë caktuar me lexu Kur'an. Me mësu prej hifzit, ka një ajet, kemi cek shpesh, ka një ajet, kush ka mundësi ka 2 ajete, xhant me punë të kësaj dunjaje. Një ajet mundi me mësue, duke shku në punë, duke arpi punë, duke punue, një ajet ditë me mësue. Me lexu Kur'an patjetër për ditë me lexu ka pak. Kush mundet më shumë, s'është problem. Ma e mira këtë mirave është ka 5 xhuza në ditë me lexue. Çdo ditë xhumaj me bohatme. Që shka vepru Imam Ahmedi rahimahullahu taala. Kjo është kulmi, kjo është më e mira e të mirave. Po kush s'ka mundësi kështu, barem 40 ditë me sus një hatme. Ata që s'di me lexu Kur'an, ka nisë me lexu Kur'an. Është ku me mësoj lifin, edhe me nisë me lexu Kur'anin, fjallën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inni la amqutu al-qari'a an arahu. Po të tregoj këta, për shkak se kjo po na ka plan. Kjo fjallë Abdullah ibn Mas'udit na ka zonë të gjithëve, dikan më shumë, dikan më pak, pos atyre që i ka mëshiruar Allahu dhe i ka dashur Allahu dhe i ka veçuar Allahu subhanahu wa taala. Kjo fjallë Abdullah ibn Mas'udit është fjallë shumë e madhe. Është fjallë shumë kritike për gjithë neve. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, inni la amqutu al-qari'a an arahu saminan nasiyan lil-Qur'ani. Ka thonë unë e urrej, nuk e du një lexues, unë nuk e du e urrej një lexues ta shoh të trash e i cili ka harru hifzën e Kur'anit. Tu i cili ka harru hifzën e Kur'anit nuk është kusht më kon hafiz dhe me harrua. Nuk është kusht kjo. Me qenë hafiz dhe ka harru hifzën. Një ajet, një sure, një faqe, një xhuz, e kam mësu dikush përmend. Thot edhe Mesudi, e kam mësu përmend. Thot edhe me e shot trash, i trash, që kur na që na trash, për te masëve që duhet me qenë njeriu, edhe
që e ka haru fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Në hadith nga pejgamberi ka hadithe të dobta, hadithe të tjera ka shumë hadithe që janë të dobta nga pejgamberi që flasin për kritikën dhe rrezikun e atij i cili ka mësuar diçka prej Kuranit, pastaj e ka haruar. Mirë po një hadith të saktë nga pejgamberi që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bi'sa ma li ahadihim an yaqul nasitu ayatan kayta wa kayt bal huwa nusiya. Mirë për atë, shumë keq për atë i cili thot e kum haru filan ajetin. Mirë për atë, sa keq për ata. I cili thot e kam haru filan ajetin, bel hua nusi. Se ka haru aj, pa Allah ja ka harua. Ka haru që dikush qitër ja ka haru, e ka bo që me harua. Jo ti. Thot Qadi Iyadi, rahimullahu ta'ala, s'ka, dhe më thonë spjegim të hadithit, thot Qadi Iyadi, kuptimi është, se nuk ka gjendje më të keqe se gjendja e atij i cili e ka mësuar Kur'anin, pastaj ka qenë neglizhent derisa e ka harruar. Shile, far detale të rëndësishme për dhënë Qadi Iyadi, ka qenë neglizhent, se ka mundësi dikush me harru për shkak së mundjes. Ka mundësi dikush me harru për shkak ndonjë arsye prej arsyeve legjitime shariatike. Ama mirë për atë, mirë për neve. Mirë për neve që kena harru shumë prej Kur'anit për shkak neglizhencës tonë. Thot dhe thot ky njeri nesitu kam harruar. Thot ama ky nuk e ka harru vet. Nuk e ka harru pi vetës vet. Përkundrazi, Allahu ja ka harru atij dënim pi anës Allahut për shkak neglizhencës që ka pas me fjalës Allahut. Allah përmirësoj gjendjen tonë. Atejta muamalatu an-nas bi makarim al-akhlaq. Raporti me njerëz, me qenë me moral më të mirë. Pra raporti me njerëzit, besimtari në raport me njerëzit duhet të vepron sipas moralit pejgamberit sa stem, jo sipas asaj njerëz që paraqisin karshiti. Në çështë të shon dikush, s'dush me shah. Dush me kështu që ka vepruar pejgamberi sa stem kur ka shah dikush. Çështë shpift dikush, s'dush me shpift. Çështë gënjen dikush për ty, s'dush me gënjen. Në qëse dikush të banë gibet, s'dush ti me bo gibet. Në qëse dikush të jep ty selamin, nuk dush ti me bo edhe sikuraj, edhe ti mës me dhanë selamin. Edhe kështu më radhë. Për kundrazi, raportin me njerëzit, me pas si pas moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Raportin me njerëzit me pas si pas vagës tonë, e vaga jo, do të me qenë si pas asaj që ka qenë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pavarësisht asaj që paraqesin njerëzit karshineve. Kjo nuk duhet me qenë shkak prej shkaqeve që na me ndryshue raporti me njerëzit. Jo, duhet me qenë raporti si pas asaj që ka thënë Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot min talaqatil wajh, me i prek njerëzit me buzëqeshje, me fytyrë të hapur, me shirmrolt, me fytyrë të hapur, për hapjen e selamit, ushqimi i nevojtarëve, me e mlefos, me e prangos, me e kontrollue mlefin, wa keffil edhe anin nasi, mos më u bë keq njerëzve, mos më u padrejtësi njerëzve, mos më ia vështirësu gjendjen njerëzve, wa ihtimalihi minhum, në të bëjë sabër, karshi asaj që ata veprojnë kundër tyre. Mos tjetë i drejt dhe mos kërkoj çdo herë drejtësi ndaj teje, ndaj vetes. Ti është më koni drejt ndaj tjerë, jo çdo herë më prish drejtësia ta më usel me tyje. Ti bani drejt me ta. Wa sa'i fi qada'i al-hajati, me nxitue për me kry punë njerëzve, me mundësi normal. Wa badli al-jahi fi ash-shafa'ati, me shfrytëzua autoritetin në ndërmjetësime. Atë ku ka mundësi mund ndërmjetësua, edhe autoriteti jot ka zë vend, zë pesh, me shfrytëzua autoritetin për me usos punë njerëzve në ndërmjetësime të ndryshme. Wa talattufi bil fuqara'i, mos i but me fuqarat, wa tahabbubi ila al-jirani wal aqriba'i, mos i me dashuri karshi kojshijës edhe të afërmve familjarëve, wa rifqi bit talabati wa inanatihim wa birrihim, mos i but me talebet dhe me ndihmu ata në rrugën e tyre që kërkojnë diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Në qoftë se shef dikan i cili ban ndonjë gabim gjatë marrjes së abdesit apo gjatë faljes së namazit, me u drejtua atij sipas
asaj që u dërgu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atij nomadit që erdhi dhe bën nevojën në xhami. Krejt sahabit ju vërsulën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mor me të mirë. Pejgamberi sallallahu mor me të mirë, tha merr një kovë ujë derdhni te papastërtia, u sjell but me ta, ndryshe prej veprimit të sahabive. Ky nomadi boni dua Allahu subhanahu wa taala dhe boni dua vetëm për vetë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, e ngushtove xhanën. Po pse boni dua vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Po shkak se këta u sjellën në vrasësi. Po shkak vepra është e keqe, mirë po nomad se ka ditë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha merrni një kovë ujë, hedheni mbi mbeturinën, mbi papastërtinë që ai e veproi në xhami. Për morali tjetër që duhet të jetë i zbukuruar besimtari dhe kjo prej më të rëndësishmeve an yutahhira batinahu wa zahirahu min al-akhlaq ar-radiyya. Ta pastron të jashtëmën dhe të brendshmën e tij prej moraleve të këqija. Prej moraleve, prej tabiateve të këqija. Si për shembull, el-ghill, urrejtja e mshaft. Urrejtja e mshaft. Ghill i thojnë gjuhën arabe. Wal hasad, hasedi. Me dëshiru që Allahu më ia marr të mirën që ka dhënë dikujt, edhe në qoftë se sta e ty Allah, veç atij më ia marr, po me pasinati pse e ka. Mos më koni kënaqë se filani Allah i ka bërë mirë, kjo është hasedi. Mos më koni kënaqë me Allahun pse Allahu i ka bërë mirë filanit, kjo është hasedi. Shkurt. Kjo është prej cilësive të këqija që e ka njeriu. Duhet zbukurohet besimtari duke e pastruar veten e tij prej hasedit, wal baghi, padrejtisë, wal ghadabu li ghayri Allah taala. Me largua nervozën jo për Allah. Nervoza tjera, që shkaktojnë njerëz që shkaktojnë nervoza, me jo për Allah. Nervoza tjera, me largu për vetes tonë. Më koni qetë, më koni lehtë, më koni falës. Shura që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po ka fjala Allahut, fjala pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dispozita shariatike, këtu ka nervozu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, saqë i ka dal damari në ball prej nervozës për çka? Për shkak të xhelozisë ndaj për fejnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Wal ghish, me pasru njeriu vetën prej mashtrimit, mos me mashtrua njerëzit, me pasru vetën prej kryelartësisë, prej suefatësisë, prej vetpëlqimit, prej dëshirës për ta ndëgjuar të tjerët, me pasru vetën prej kooperacisë, me pasru vetën prej ligësisë, mos me qenë njëri ligë, me pasru vetën prej arrogancës, me pasru vetën prej pangopsisë. Ka njerëz që janë të pangopur, s'ngopur në kurrë. Besimtari duhet me pasru vetën prej kësaj cilësie të keqe, me pasru vetën prej lavdratave, prej fudullukut, me pasru vetën prej nxitimit dhe luftës për këtë dunja, me nxitu, me punu, me bë gara me njerëzit për këtë dunja. Të gjitha këto janë prej cilësive të këqija që besimtari duhet me pasru veten. Allah në mundsof për secilën prej tyre një nga një me marrë nga nxjerrat në vete. Me pasru veten besimtari prej fanatizmit të xahilietit. Prej gibetit, prej nemimes, mbajtjes së llafeve, prej gënjeshtrës, prej fjalëve të këqija, prej nënshmimit të njerëzve, edhe kështu me radhë, të gjitha këto cilësi të këqija me të cilat duhet pastrohet çdo besimtar, në veçanti talebet, hoxhallart, dietart. Veçanti, për shkak se talebja, dietari, hoxha është shembull i njerëzve dhe pasohet prej anës së njerëzve. Thot hoxha, wa min adwati al-hasad, dhe prej ilaçeve të hasedit është se duhet çdo njeri që ka në shpirtin e tij hased ndaj dikujt tjetër, ta mendon se ky njeri është duke kundërshtuar caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Ai që i ka hased dikan, ai është duke kundërshtuar Allahun subhanahu wa taala. Ai nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut. Ai nuk është i kënaqur me kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Kështu shpjegohet hasedi, se ti si je i kënaqur pse ai ka mirë. E shef dikan që ka mirë, o të jetë puna, të jetë biznesi, e ka gjendje familjare të mirë, e ka jetën bashkëtorë të mirë, ka edhe kështu me radhë, prej të mirave të kësaj dhunjaje që ka mundësi Allahu më ia dhon, hatta edhe prej të mirave të fesë Allahut subhanahu wa taala, që ka mundësi njeriu Allahu më ia dhon njeriu, ka njerëz që kanë hased, kanë inati, s'kan qef me pas njerëz të mira. Kjo do me thonë që hasedjiu nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo me një kënd, këndin tjetër
raskapitja dhe lodhja që ja dhan vetës vetë. Hasegjia kur së rahat? Hasegjia kur nuk është rahat. Personit të cilët Allahu i ka dhënë begati. Ai shuzon begatin e Allahut, jeton i ban dhikret që ka dhënë Kur'an dhe Sunet për mundrojt prej hasedit, edhe jeton në jetën e tij të i lumtur në raport me Allahun dhe raport me njerëzit, hasegjia për ditë të shtëpia ha vetë. A personit që është duke u bë haset se ka idenë se ka. Nuk e ka idenë. Ama hasegjia e ha vetën, e prish vetën, e lodh shpirtin e tij për ditë duke menduar për personin të cilin është duke i bë haset. Prej mjekimeve dhe ilaçeve të vetpëlqimit është, thot hoxha, është se duhet të mediton njeriu se dituria e tij, kuptimi i tij, mprehtësia e tij, të folit bukur i tij, janë prej begative të pastërta të Allahut në tij. Do të thonë dikush në taleb, për shembull e zon talebe, apo hoxha në këtë rast, apo dietari. Nëse e vet, a ka mundësi edhe dietari dhe pas haseda? Kjo më po këtë fjalë në hoxhës të më fund. A ka mundësi me qenë dietari dhe pas vetpëlqimi? Ka mundësi. Edhe me pas inata? Ka mundësi. Ka mundësi. Ekziston mundësia. Thot hoxha: وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى ولا سيما الحسد والعجب والرياء واحتقار الناس. Kjo me këtë goditën njerëz të mëdhej, për avami s'pa fol me hiç, po besimtar duhet me luftu veten, me pastru për këtyre cilësive të poshtme. Thot, me të vërtetë janë sprovu disa me shpirtat këqij prej fukahave në kohën tonë. Fukaha, dietar në kohën tonë. Pos disave që i ka rujt Allah. E me atë që janë sprovu mas shumëti, hasedi, vetpëlqimi, shefatësia edhe nënçmimi njerëzve. Edhe dietar, edhe nënçmimi njerëz ta. Allahu na rujt. Edhe hoxh, edhe në shku njerëz ta. Allahu na rujt, Allahu na pastroft. Me këto cilësi janë sprovu. Tash hoxha thot neve duhet mu pasru për këtyre. Çdo besimtar. E prej mënyra më e mirë është kur të mendosh për hasedin, dush me kuptuar, nëse ti ki hased, ki inat dikan, ta dish që ki defekt në kaderin e Allahut. Nuk je i kënaqur me caktimin e Allahut xhela xhelalu. Ati ka mundsuar Allahu me sos hifzën e Kuranit para teje. Dhe ti e ki inat, dhe ti e ki hased, pse ka thos para te? Kjo do të thonë që si në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. Me pas qef me ashku të tërma vetësh. Garën që e ban besimtari për punë të mira, kjo që të tematika. Mirë po me pas inatin, me dash Allah e me amar ati, pse ja ka dhënë ati, kjo është prej defektit në kaderin e Allahut subhanahu wa taala. E prej mjekimit më të mirë të vetpëlqimit është që ta dish, secili prej neve ta dije që çka do që i ka dhënë Allahu në degën e tij, të cilën ai vepron në këtë dunjë, çka do kofta ajo, ta dije që është begati e Allahut, nuk ka kurrë tjetër. Begati, mirësi që të ka mundsu Allahu subhanahu wa taala dhe se s'ka mundësi të me arrit atë çka do kofta ajo, pasuri, biznes, familje, bashortë, fëmijë, dituri edhe kështu me radhë, jashtë se në caktimin e Allahut dhe me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala, kjo e bën njeriu mos më u vetpëlqyje. Kjo e bën njeriu me qenë falëndërues ndaj Allahut për begatinë që ka dhënë. Prej ilaçeve më të mira që më e shërua shefatsin është përkujtimi i vazhdueshëm që e bën besimtari në atë se të gjithë krijesat më bë bashk nuk mund me të bë as mirë as dam. Pse po do mi kënaq ata? Pse i të bë shefatsin? Pse i ban punë për njerëzit? Pse i ban punë për krijesat? Kur që krijesat më bë bashk me të ndihmu diçka, s'ka mundësi me ndihmu jashtë asaj që Allah ka caktuar. Krijet më bë bashk për me të bë dam diçka, s'ka mundësi me bë dam jashtë asaj që Allah ka caktuar. Kjo e bën besimtarin me e pas niyetin e sinqert dhe veprën e bën vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Prej ilaçeve më të mira të mos nënçmimit të njerëzve është leximi i Kuranit, fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Se ka thënë Allahu xhela xhelaluhu la yaskhar qawmun min qawmin asa yakunu khayran minhum.
mos tallet, mos t'i nënshmojë një popull tjetër, një grupën tjetër, një njërin tjetër, se ka mundësia me qenë më mirë se ti, ka mundësia të tjerë me qenë më të mirë se na, edhe kështu më radh. Pra mos mi nënshmu njerëzit. Tha Allahu xhalla xhelaluhu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, ne ju kemi krijuar për një burrë dhe një gruaje. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, ju kemi bë popull dhe fise që të njiheni në mes veti. Inna akramakum indallahi atqakum, më i miri prej juve është ai i cili është më i devotshëm në raport me Allahun subhanahu wa taala. Nuk ka dallim tjetër. Më i miri te Allahu është ai i cili është më i devotshëm. Më i miri te Allahu është ai i cili është më i dëgjueshëm dhe respektueshëm te Allahu subhanahu wa taala. Kur të lexojmë këto ajete kuranore, kjo neve na fik në zemrat tona në nëshmimin për të tjerët. Pse? Se matja te Allahu është me takvallëk. Thot hoxha, ashtu siç është thonë, inna Allaha akhfa thalathatan fi thalathatin. Allahu i kam shef 3 në 3 tjera. 3 në 3 të tjera. Tha Allahu e kam shef waliyahu fi ibadihi. E kam shef mikun e tij tek robët e tij. Nuk dihet. Evliat e Allahut. Allah i ka përmendur në cilësi evliat e Allahut. Mirë po, me thonë që kjo është evlia e Allahut, s'ka të lësojti, nuk dihet. Besimtar, këtina besimtar, musliman, alhamdulillah, e besojmë Allahun, falim namaz, mirë po evliat i kam shef Allahu xhalla xhelalu. Evliat i kam shef Allahu subhanahu wa taala. Wa ridahu fi ta'atihi. Allahu e kam shef kënaqësinë e tij në nështrimin ndaj Allahut. Domethënë, ne i nështrojmë Allahut, apo ne adhurojmë Allahun dhe i nështrojmë Allahut dhe e dëgjojmë, e respektojmë Allahun subhanahu wa taala. Në cilën pjesë të respektit ndaj Allahut kena marrë kënaqësinë e Allahut? A e di dikush? Nuk e di kërkush, apo e kam shef Allah, kënaqësinë e tij në nështrim e kam shef, se di, ka mundësi me një vepër që ti nuk shkon me një hiç, çati Allahu e ka bërë kënaqësinë e tij për ti. Ti edhe për atë vepër e fiton kënaqësinë e Allahut, aty se ke idenë që çfarë vepër është, me atë se ke fituar kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Është mshef. Çfarë bën kjo me kuptuar neve? Na bën kjo me kuptuar neve që na tan kohën vazhmëri duhet me nështruar dhe me respektuar Allahun subhanahu wa taala deri kur istaqim Allahun xhalla xhelaluhu subhanahu wa taala. Wa ghadabahu fi ma'asihi, dhe Allahu e kam shef hidhrimin e tij te gjunahet. E kam shef Allah. Nuk më me thonë mos pak te filan gjunaj, mos pak se këtu i dhënohet Allah. Ghadabahu, kur ti dhënohet Allah me dikan punë ka kaça njëri. Allahu këtë kam shef. Ti nuk e din. Ka mundësi me e bën një mëkat që ty s'tanon meja që këtë e fiton hidhrimin e Allah, me çat mëkat e fiton hidhrimin e Allah dhe shkatrosh, Allahu na ruaj. Kjo na bën edhe çka? Me qenë kujdesshëm prej krejt gjunave, të vogla, të mëdha, të hapta, të çefta, me qenë kujdesshëm se nuk e dim ku mund të qenë shkatrimi jon për gjithmonë. Dhe prej moraleve të mira është vazhdueshmëria në tobe, sinqeriteti, bindjen në Allah, takvalloku, sabri, knatësia, mjaftueshmëria, asketizmi, mbështetja tek Allahu subhanahu wa taala, braktisja çështjes tone në dorën e Allahut subhanahu wa taala, sjellja e mirë, falënderimi ndaj begative, butësia me robët e Allahut subhanahu wa taala, turpi prej Allahut dhe prej njerëzve. Wa mahabbatullahi ta'ala hiya al-khaslatu al-jami'atu li mahasin as-sifati kulliha. Dashuria ndaj Allahu xhalla xhelaluhu është gjithëpërfshirësja prej sifateve të mira. Wa inma tatahaqqaqu bi mutaba'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, mirpo dashuria ndaj Allahut, e cila është gjithëpërfshirëse për moralin e mirë, nuk mund të realizohet pos me pasimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Thuaj, në qoftë se ju e doni Allahun, pasojeni mua që t'ju dojë juve Allahu dhe t'u afale mëkatet tuaja. Elusm Allahu që Allah të na zbukuron me moral të mirë. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.